Disa momente dhe qaste brenda natës edhe ditës, lutjet pranohen dhe dëgjohen më shumë. Dhe prej tyre është koha me si qëndise dhe akshamin në ditën e xuma, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, me të vërtet në ditën e xuma është një moment që nuk e godet robi duke u lut, vetëm Allahu ja pranon lutjen. Po një për atyre momenteve që Allahu te bareke ve teala i pranon lutjet, është koha e pjesa e tretë e natës, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, yanzilu rabbuna tabaraka wa taala kull lejletin ila samai dunya, zbret Zoti ynë me një zbritje që i takon madhërisë së tij në pjesën e tretë të natës, në qiellin e parë të tokës, dhe thot, a ka kush që më lutet që unë t'ja pranoj lutjen? A ka ndonjë të sëmur që unë t'a shëroj? A ka ndonjë borxhli që unë borxhin t'ja pagoj? La ilaha illallah, çdo natë për netëve të Zotit Gjelle Gjelalu, zbret Allahu me madhërinë dhe bujarinë e tij, ashtu siç i takon madhërisë së tij subhane, dhe ju bën thirrje njerëzve deri në ezanin e namazit të sabahut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. A ka kush që më lutet që unë t'ja pranoj lutjen? O ju robër të Allahut, a nuk e kemi një lutje tek Zoti Gjelle wa Ala? A nuk e kemi një sëmundje që dëshirojmë që Allahut na shëron? A nuk e kemi një borxh që dëshirojmë që Allahu te bareke ve teala të na i pagon borxhin? Ja ku janë tyrë te Allahut, ja ku është Zoti ju Gjelle wa Ala, ju dëgjon dhe je pranon lutjet, andaj mos nguro që ti bësh lutje atij subhanahu wa taala. Gjithashtu ju vëllezër, për vendeve ku pranohet lutja është sejdëja. Ashtu si thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Fa akthiru ad-du'a, ma afër që robi është me Zotin e tij, është në sejdë, andaj shtoni lutjet, pra lutjen e Zotin e ju në sejdë, sa ty jeni afër atij te bareke ve teala. Elus Allahu Gjelle wa Ala me emrat e bukur dhe cilësitë e larta që i ka. O Allah, mos na i kthe lutjet dhe duajat tona, ya Rabbel Alamin.